Mirë se erdhët në Reze Dielli. Ajo është herë poetike, herë filozofike, herë e heshtur dhe herë e zjarrt. Mimoza Ahmetit ka ditur gjithmonë të trazoj mendjet tona, por edhe të preket nga shpirti njerëzor. Është një personazh në fakt, sikundër e përmenda, që nuk di ta përkufizoj lehtë. Është shkrimtare, poete, piktore, pedagoge, mbi të gjitha një shpirt i lirë. Sot do të njohim atë brendin, rebelimin e një zonje, mirë se erdhe njerë, më lejo ta them kështu si që kam menduar prezantimin për ty. Ska gjë. Kënaqësi që takohemi për herë të parë në Reze Dielli. Faleminderit. Për të dëgjuar mendime të vyera për jush. Faleminderit shumë për ftesën, edhe pata një rezistencë gjatë me thënë drejtën për të ardhur, po Glori, kështu quhet ai që e organizon këtë? Gazetari jonë, po. Gazetari, insistoj kaq shumë, sa që më në fund i thash po. Po ne kemi muaj që duam të intervistojmë Mimozën, se të flasim për artin, por edhe për jetën në të rësisë, siç është ajo një art më vete, për ngjyrat e bukura, të shpirtit tënd, si piktore, Arti është pjesë e jetës. Absolutisht. Kështu që jeta është më e madhe se sa arti. Por e bukura është kur jeta jetohet artistikisht, kur jetohet me kënaqësi, kur jetohet si të ishte një dhuratë e pacënuar. Por jetët e cënojnë njëra tjetrën. Ti lexova një shprehje që më befasoi, ka shumë dhunë sepse njerëzit e pëlqejnë dhunën, sepse po mos ta pëlqenin, nuk do kishte dhunë. Po. Më sa duket është ende një element ndërtimi, dhe kjo pra ne po ndërtojmë përmes dhunës, është edhimshme shumë ta dëgjosh në fakt. Po, është edhimshme, po me që hymë në këtë temën e jetës, jeta mbetet e bukur dhe e mrekullueshme kudo që është jetë, dhe sido që të jetë, dhe çfarëdo markimi që të ketë, jeta është jetë. Dhe duhet jetuar. Dhe pavarësisht se si të trajtojnë në zonën ku ti je vetë, pra je jetë, je dhe mbret. Në shpirt, atë nga froni nuk ta ish dot njeri dhe as një arsyetim. Dhe do t'ju lutesh atë gjithëve, duke ju lutur vetes në radhë parë, që mbretin shpirtëror që është vetja, dhe kush do dhe si do, mos e iqni nga froni, sepse ai ndërton, qoftë edhe në negacion ose në një zonë ku dhe mbreti më i keq është zilia, por edhe ky është një mbret. Dhe më kujtohet një proverb, më duket, nga zona e Kukësit, që më thanë një kuksiane, ashtë mirë me mbledh zili, unë u trondita shumë nga kjo, ajo e përkufizoj edhe më bukur. Me mbledh zili. Me mbledh, se bën mirë me të, ndërton me i fjalë me të. Pra është një lloj reflektimi që të ndodh, si një lloj kritike që ti e merr nga të tjerët. Po. Megjithatë ti jesh vetë ziliqar, ka dy zili, këtë e kam e dëgjuar sepse vetë nuk kam qenë ndonjëherë kështu partneri i saj, ka dy zili, zilia e bardhë dhe zilia e zezë. Me të bardhën ndërtohesh sepse thua, ky e paska bërë këtë gjë, po unë mund ta bëj akoma dhe më mirë. Pra përmirëson. Mund të bëj dhe unë diçka si kjo, më mirë se kjo, ose në mënyrën time. Kurse e zeza është që emocion negativ që të dëmton edhe organet. E zeza është që e ndjen veten të paaft për të bërë gjën e tjetrit dhe mendon ditë natë se si të anullosh, të jesh nihil i asaj që dhe zilia ka ndërtuar shumë në historinë botërore, edhe pse unë nuk jam një historiane e mirë, sepse nuk gjej libra të vërtet historie. Historia shkruhet nga fituesit gjithmonë, kështu që por kam arrit të kap disa elemente të shkencës, që për shembull, një nga arsyet që pse ra Vjena ose Perandoria Habsburge, ishte zilia, dhe vjenezët ishin kaq inocent, kaq të pafajshëm, sa që duar trokisnin me kritikat që ju vinin nga lindja, vjeni personalitete lindore shumë interesante, sepse kishin atë që quhet, në thojza rebelim. Po. Dhe ata duar trokisnin, humbjen e vetes e duar trokisnin. Dhe ky mund të ishte ky ka qenë një spektakël shumë interesant që është për të zbuluar, sepse
derivatet e kësaj edhe në ditët tona kanë efektet e veta. E drejtë. Dhe njeriu modern është ndërtuar mbi nihilizëm. Ateizmi është një nihilizëm. Monizmi është një nihilizëm. Dhe pluralizmi jo i vërtet është një nihilizëm. Sepse mund ta konstruktojmë dhe pluralizmin. E vërtet. Unë kam zgjedhur 2 vargje të shkurtra. Më falë që vajta larg, po kjo është... Her pas here do udhtojmë. Këto janë trar që ndërtojnë jetën, në për këto trar lëviz jeta. E drejt. Edhe pse një pjesë e madhe e rinis, unë me shumë dëshirë e shoh, jetojnë jashtë zonës, jashtë ndërtese, është shumë e bukur. Për shembull, një shtëpi është një shtëpi, po një zogë në dritaren tënde, është një zogë që vjen sa herë të doj, po që edhe hikën. Një masë e bukur rri në shtëpi, por preferon shumë të jetë dhe për jashta. E drejt. Edhe njeriu është i tillë, që rri në ndërtesë dhe del. Ky njeriu i sotëm, në këtë kohë moderne ose postmoderne në të cilën ne jetojmë, po flisnim pak më herët me Mimozën dhe po thoshim që njeriu i sotëm shpeshherë duhet të mendojë dhe të veprojë edhe si një adoleshent për ta rigjetur dhe ristrukturuar veten në këtë rrëmuj të madhe. Njeriu i sotëm në këtë shoqëri që sa vjen bëhet më kinetike dhe i ka premtime të një forme të pa dukshme dhe të pa kapshme. Duhet kesh një intuit të përpunuar mirë që të gjesh probabilitetin, mundësin. Duhet të kultivohesh dhe të përgatitesh për këtë mundësi. Sepse ajo mund të jetë edhe një shërbim i vogël që mund të jap një të ardhur të madhe. Mund të jetë një zonë e të jetuarit diku, ku ti mund të jesh krejt një njeri tjetër nga ky raportim ku je këtu. Pra, në një farë mënyre, në botën moderne jemi të detyruar të rindërtohemi, sikur të ishim në moshën e adoleshencës. Prandaj po të them, se adoleshenti do të dalë nga zona e mbrojtjes, dhe nga kjo pikpamje, asnjëherë nuk jam ndier më e re se sa sot. Dhe është rënditse se si ky element që ti je i detyruar të rifreskohesh, të riformatohesh, të rimësosh. Për shembull, unë jam çuditur që kisha studente në master një grua e cila është goxha e pasur dhe u habita më tepër. Zgjodhi të bënte diçka për ta rifreskuar veten e saj. Jo vetëm për psikologjinë, se e kuptoj që është një shkencë moderne, po ajo po punonte edhe domethënë studionte edhe në infermieri për të marrë një zanat, sepse jetës sa nuk i dihet. Do ta ristrukturoj. Jetës nuk i dihet. Pra, në fund fare... Nuk mjafton një diplomë. Mos harrojmë që në kohë lufte, figura dhe romanet po të lexosh, figura qendrore ka qenë infermierja. Ajo ishte misi, ajo ishte ëndra e atyre ushtarëve, ajo ishte, domethënë, ëngjëlli. Pra, shikojmë që duke lëvizur këto struktura, duke krijuar emergjencat e ndryshimit, jemi të detyruar dhe ne të rinovojmë veten dhe të bëhemi të rinj prej një domosdoje. Pra, është një thirrje që mos qëndrojmë në comfort zone, pjesa tjetër, që e gjen veten në këtë comfort zone dhe nuk lëviz, mjaftohet në comfort zone. Sepse vetë shoqëria jonë, që prej lindjes dhe prej dimensionit të saj social, se jemi pak, dhe po bëhemi akoma më pak, por rrudhemi, është një shoqëri shakeable, e tundshme. Tundet shumë me shkreta, tokë dhe teren. Por, dhe kështu që ne nuk kemi zonë komforti, ne kemi gjithmonë luftën për zonën e mbijetesës. Dhe kjo na ka bërë që të kuptojmë më tepër se sa ata që rinë në për zona komforti dhe thjesht i ndryshojnë ato. Ne luftojmë për mbijetesë. Si menaxhon vetë Moza atë fëmijën rebel të brendshëm? Që fle aty brenda teje dhe her pas here nxjerr kokën. Fëmia im është një fëmijë ndoshta pak sokratik, po rebel ne na mësuan që të bëhemi, sepse rebelizmi është një formë ku tjetri mund të përdori algoritmin e vet në rebelizmin tënd për të arritur qëllimin e tij. Edhe kështu rebeluan edhe 200 petritat e parë, domethënë përqafuan një ideologji dhe pastaj vojton shumë. Ata vetë bashkë me popullin, se ne mendojmë që ata ishin në atë zonën e komfortit, po dhe ata, po të shikosh historinë, është shumë e dhimbshme. Kështu që ne jemi të tërë, të lindur dhe të ndërtuar prej vuajtjeje,
Dhe s'kemi pas ndonjëherë një zonë komforti, dhe kjo na ka bërë shumë spartan, por fëmija im nuk është vetëm rebel, fëmija im është fëmija që ka qef të pyesi, po mbi të gjitha ka qef të përkëdheli shpirtin. Dhe sa më tepër që kalojnë vitet, unë dua të futem drejt zonës së përkëdheljes. Për shembull, përpara disa ditësh kisha një ide, këto këmbët e mia që kanë hecur kaq shumë, edhe që kanë çuar këtë trup bashkë me mendjen nëpër zona që mund t'i shikosh në mënyrë virtuale, po t'i shikosh fizikisht është një mrekulli tjetër. Për të shikosh Evropën fizikisht është një kënaqësi e pafund, sepse kudo ke art, është një arkitekturë, sidomos kjo e Krishtera, që edhe autorët i ka anonim, sepse ata ishin kaq shumë të përullur përpara besimit sa që nuk donin të shfaqeshin, as emrin. Dhe është një bukuri pafund që unë për shembull dua ta përdor për kapele grash, domethënë është shumë e mrekullueshme ku një besim, një ndërtim, një funksion reduktohet në faktin që është një perceptim thjesht i së bukurës, për shembull. Kjo është kulmi që ka arritur për sosmëria e një drejtimi që mund të quhet besim. Po. E lidhur me një drejtim tjetër që quhet arkitekturë. Sepse në fund fare qëllimi i njeriut nuk është as të mendoj, as të nënshtrohet një besim as, po të jetoj në një zonë të çliruar së gjithash. E vërtet. Dhe këtu e bukura e ndihmon atë. Për shembull, unë harxova një pjesë kohe për të bërë pak flokët me onde, që të duken e bukur. Unë bukurinë e kam në shpirt, po është mirë që kjo është për shembull një formë që ta përkëdhelësh veten. Qartë. Ose për shembull, ato që ti mendon dhe që je së brendshme, ndonjëherë shërben pamja jashtme për të mbuluar anën tonë të delikate, ndoshta edhe të erë të brendshme? Pamja jashtme përmes ndikimit që ti ose pikërisht që the zbukurojnë veten, vishën i bukur. Është mirë që pamja e jashtme ta transpiroj bukurinë e brendshme. Dhe të mos jetë thjesht një cover për të mbuluar hallet, por njeriu e përdor pamjen e jashtme gjithsesi. Thuhet që njeriu ka një mask etj, me cilën jam dakord. Por një mask që e vendosim kur duam dhe e heqim kur duam, për të kamufluar veten tonë, të fshehim atë. Për shembull, kam parë një herë një dokumentar të vogël mbi një grua që ajo dhe në shtrat flinte me tualet dhe burri nuk e pa asnjëherë pa maskën. Kështu që sepse jetojmë në një kohë fasadash, duhet ta pranojmë. Jo, nuk mund ta them këtë, por të rregullosh veten, të pikturosh mbi veten është dhe dashuri. Respekt për veten. Unë asnjëherë këtë kam parim, asnjëherë nuk ju ri markimeve ose përcaktimeve që japin të tjerët. Për shembull që make-upi është mask, që është kështu. Jo, është një dashuri që ti don që kjo vete të jetë e bukur edhe për sytë e tu. Ka shumë gra për shembull të pamartuara ose të divorcuara që mbahen shumë, blejnë për veten dhe më kujtohet përpara shumë vitesh gjej në një dyqan firmë disa gra që i mbushur mirë ato çantat, edhe unë nuk isha në gjendje që të merja sa ato, po përpiqesha të merja diçka. Dhe ju them këtyre, bravo, i them, ato burrat që keni do të gëzohen shumë kur t'ju shohin kaq të bukura me këto gjëra, se nuk dija se si t'ja shpreja dhe kënaqësinë time për atë që ato kishin marrë. Ço thua ti, më tha mua, ne të dinim gruat zgjuar ty, po pse mi për burrat i kemi ne këto? Po ne s'kemi burra fare, me tha ne të dyja. Po ne vishemi dhe mbahemi për kënaqësi të vetes. Respekt për veten. Po pse mi akoma tha je këtu ke burrit ti dhe unë jo po nuk ka pas faj, se dikur pikërisht to gra që mbaheshin, blinin më shumë gjëra për veten, paragjykoheshin. Edhe shumë interesante se si ato kishin arritur te vetë kënaqësia. Të kënaqem me veten time. Pra, vetja nuk është vetëm një gjë. Vetja mund të jetë 2 gjëra, 3 gjëra, vetja është shumë njerëz. Dhe ka një mënyrë për të jetuar me gjithë këto njerëz brenda vete. Për shembull, një njeri i vetes ngrihet dhe më thotë që mozak e koqës po pikturon. Duhet të bësh disa vizatime për Jusuf Vrionin që të shoqërojnë poemën e tij. Për shembull, ja kjo është një vete. Kurse vetja tjetër më thotë, moj, po këtë trup e ke lënë mbasdore, po ti duhet ikësh një herë në ligjat e Elbasanit të mersh. Jo për gjë, po ke shkuar. Dhe vajta 2 herë. Dhe mora veten. Sepse duhet kjo vete fizike që t'jende këto vetet e tjera.
Kurse një tjetër vete thotë, dëgjoj. Disa moza brenda një. Sot do ngrihesh, do ta pish atë kafen me qetësi të mëngjesit vetëm fare, shoqërohem me pak arra, dhe sidomos kur shoqërohet me një çik mjalt, kënaqesh, kthen atë filxhanin dhe ndonjëherë vjen ora që do ikësh në punë. Këtë filxhanin do ta lej kënaqësi që do ta shoh kur të vi nga puna, ta zemë. Dhe këto janë gjëra shumë të vogla. Komunikime me veten, po që t'japin vërtet janë dhe elemente mistike ose të prozvalura nga ateizmi dhe nga mënyra e jetesës moderne, që nuk i shikon këto. Vogëlsira sepse jeta është frenetike. Mite, quhen etjere, do me thënë, bile dikush shumë tha, moj moza, po unë të dia grua serioze ti beson në horoskop, në astrologji, thash, besoj pak më shumë se sa në politik, me thonë të drejtën, i thash në këto. Dhe me një shok që ishim në Francë, me që po bëjmë muhabet mëngjesi. Me qënë se na preke horoskopin, se ne kemi rubrikë horoskopi, çfarë shenje je, moza? Bricjap. Bricjap e lindur në 25 dhjetor. Bricjapi don t'i bëj me vullnetin e vetë gjërat dhe t'i arri ato nga dalë deri në fund. Sipas përshkrimit. Siç ja ke arritur. Po. Edhe ishte shumë interesante që ishim një herë në Francë dhe një shok më tha do të çoj në ku diun ku është ajo pjesa La Manche, më duket, në La Manche. Po, përballë anglisë më duket që është. Tash na fali se gjeografinë më jemi si të na ka punon ai. Mësojmë dhe jarojmë. Se po nuk udhtove dhe nuk e preke. Nuk e preke vazhdimisht. Nuk fiksohet. Dhe ato që shefharohen. Dhe do të çoj tha që të shofësh foka. Thash unë. Kur vemi atje, uji ishte një plomb. Dhe ishin një dy foka të vogla si koka macesh. Uaj, thash unë e shgënjur, po pse më këto janë fokat? Vinë të mdhaja, tha, po mbasdite, tha, kur vjen uji, vinë dhe anijet. Ore, i thash unë, qa thua ti, pse vjen uji këtu mbasdite? Ua, tha, këtu kalojnë anijet, tha, në darkë, tha, po tash si, tha, është ky nivel. Po mirë ti, i thash unë, më thua mua, si beson ti tek astrologjia. Po ti shife që bëhet, i thash, me një copë hën, dhe me ujra që janë gjigante, që ç'duken dhe vinë. Jo më njeriu i shkretë, që është nën këtë influencë. Dhe ishte vërtet e pabesueshme për mua që në atë cektin që shikoja për momentin, do kalonin në një gjigante mbas disa orësh, le të themi mbas dite, ose nuk e di se kur do lëvizte hëna gjithë ujrat, me baticën dhe zbaticën. Ja, kjo është ai perceptimi që ti the. Po. Për të tjerët për veten. Shiko, dikur ke thënë që arti është shpëtim. Përmes artit që moza krijon, çfarë ke dashur të shpëtosh? Shiko, mua për shembull, nga ndonjëherë këto ngacmuesit se Kadaria ka pas një hije goxha të madhe dhe në të cilën edhe u ritëm. Po është një rritje nën hije, në kuptimin e asaj që sa mund të transpirosh në letërsinë e vendeve tjera etj. Dhe ai, si më thën, me vlerë ose dhe me një lloj yqmi, që bravo i qoftë se e bëri, do me thënë prezentoj Shqipërinë, por edhe pak vënd la për alternativa tjera dhe për një debat të një lloji tjetër. Dhe me thënë të drejtën për shembull, edhe për çështje më të rëndësishme, siç mund të jetë komunizmi ose kështu, janë piketuar dhe ndërtuar disa forma që duhet të shash për shembull budallallëkun e mediokritetit të realizmit socialist etj. Po se si nga Vangjush Mio, për shembull, ose Lazgush Poradeci, mund të arrijë njeriu të bëhet budalla dhe të bëj piktura të realizmit socialist, këtë transformim që është intrinsiku i brendshëm dhe që është me një projekcion politik nga jashtë, askur kush nuk merr në analizë që ta analizoj, ose se si ky popull mund të në ngacmojnë vetë nga regjia. Po, nësa duhet shkuar shumë larg, nuk duhet të rrim në këtë, nuk duhet të dalim nga kjo zonë. Është një ngacmim me kast, aktiviteti i fundit i Mimozës, kështu që pak e ditë përpara ka ndodhur, do ta prekim. Pra, dalim, arti është një mënyrë, në radhë, dhe këta më thoshin, këta që bëj arti, bëj për të kuruar veten. Po pse mos bëj? Dhe në fillim më duk shumë fyse që mund të më adresoheshin me këto ngacmime. Po pastaj mendova, po pse mos bëj artun për shpirtin tim? Po çdo njeri mund të jenë të pakuptuar, le të themi, nga ana e të tjerëve. Dëgjoj, puna është që ai që s'kupton është i këndshëm, po ai që kupton dhe i vjen keq, këtu jemi kiziliazez. Po kthehemi prapë te kjo. Në fundit, pse mos bëj njeriu art për vete?
Lexon për shembull që ka një Man de Bira në Francë, i kohës revolucionit francez përpara dhe pas, që ka bërë veprën më interesante franceze dhe që akoma dhe sot e kësaj dite ajo mbahet e rezervuar, nuk botohet. Vetëm shkencëtarë shkojnë dhe pickojnë nga pak me leje tek ajo. Pra, kuptojmë që një grua që qëndis fustanin e saj, një tjetër që bën një centro për tryezën, një tjetër që bën një ojë për dritaren e saj, një tjetër që bën qelimin e shtëpis, një tjetër që shkon bën mbulesat, ka dhe rregullime moderne. Çfarë bëjnë këto përveç se art për të zbukuruar jetën e tyre? Dhe në fundit, nëse nuk kemi një dashamirësi kolektive për t'i vënë këto potenciale, për shembull unë kam bërë një bashkëpunim me Zhakun në mënyrë virtuale, por nuk e çova atë këngë për 2 këngë. Se ajo prej shoqe që e ka Gjerman dhe DJ, ka mësuar dhe vetë tani që të përdori muzikën dhe ka bërë shumë këngë të vetat. Po unë kisha një lloj skepticizmi rreth asaj produktit që ajo do më sillte. Dhe kënga ishte jashtëzakonisht e bukur. Kishte marrë me filtra nga zëri im, duke krijuar opsione zanore që ishte zëri im, po që nuk e kisha të asaj linje vetë të krijuar. Pra, për shembull në televizion është një orkestër. Unë kam 2 albume muzikore. Ëndra ime do ishte që kjo orkestër të më vijë në dispozicion që unë të bëja një koncert me këtë orkestër të radio-televizionit. Po duke se është një kërkesë e pamundur. Pra, do me thënë, teorikisht thonë po praktikisht është më e vështirë. Shiko, meqense përmend e Zhakun, jo të them diçka që potencialet janë të jashtëzakonshme. Njeriu lind dhe mund të vdesi me një potencial embrional që nuk e ka hapur për të tjerët, se po mos ishte kështu, nuk shkruan për gra anonime, libra ose ese ose tregime të pa imagjinueshme. Gra edhe libri që një nga tregimet më të bukura të Shnisle është për një grua anonime e cila i humbte kështu dashnorët sikur me pas ruaza që kputen nga qafa, ikin andej këtej dhe në fund i shkruan një letër njëri që i dashur jam shtatzan, thot, po shumë i dhimbshëm tregimi, jam shtatzan, i vën dhe emrin, ja çon në Venecia dhe adresën, si ishte e sigurt që as adresa ishte e tia dhe as emri vetë ishte i tia. Babai i fëmijës. Pra, njeriu e bën. Atë që do, njeriu e bën. Atë që është, njeriu e ka. Puna është sa transferon në komunikim që kjo të vibroj shpirtin pozitiv këtë gjithë. Bukur fort. Se më përmend e Zhakun, por ajo është një mikja juaj që është shumë ndryshe në stil, por shumë e afërt në shpirt. Shiko, është një misi shumë e distancuar. Për mënyrën se si ajo e përthith realitetin, por me materialin e saj unë mund të punoj. Këtë mund të them. Ka thënë Zhaku për Mimoza Ahmeti, si një mendimtare e lirë, si një shpirt i pavarur, ndoshta kjo e ka bërë bashkë me Mimozën. Do doja ta dëgjonim së bashku mesazhin që ka për ty. Dashur Moza, ti e di shumë mirë se shumë të kam adhuruar gjithmonë, se si qysh në adoleshencën time të hershme kam nisur të njihem me veprën tënde, të njihem me figurën tënde, personalitetin tënd nga larg. Si fillim duke të adhuruar për stilin tënd, për të qenit aq avantgard, për të qenit aq frymëzuese, ti je një ndër njerëzit e parë që e çliroi shoqërinë shqiptare, si më thënë, nga një lloj kompleksi, nga një lloj ndrydhje, ti je artiste shumë dimensionale, njeri i jashtëzakonshëm, një enciklopedi. Dhe edhe talentet e tua janë të panumërta, në çdo gjë që bën ti shkëlqen. Jam shumë mirënjohëse dhe e lumtur që njihemi, që ke qenë ti një ndër frymëzimet e mia më të mëdha, që vazhdon të jesh një idhull për mua, edhe tani mbasi jemi njohur, pra vlerësimi për ty vetëm shtohet dhe mirënjohja që ti ekziston vetëm shtohet. Të uroj që të kesh gjithmonë më shumë suksese, ti ke arritur shumë suksese në jetën tënde, edhe si autore, si shkrimtare, si poete, si autore këngësh, si piktore jashtëzakonshme, edhe si profesore. Pra,
falenderoj Zotin që të kemi dhe të uroj shumë suksese në jetën tënde, në krijimtarinë tënde, të dua shumë dhe me zi presje të vazhdojmë planet tona për albumin. Keni dhe një plan të afërt. Më preku shumë me gjithë të fjalë kaq të mira, po mbi të gjitha më preku me formën krejt natyrale dhe çlirë që ka dalë dhe guxon të dalin në televizor pa make-up, pa gjë fare, ashtu siç është. Kjo është një vlerë. Detajiste. Po, kurse unë, do me thënë, ky është një ndryshim që ndoshta edhe më mban në atë pika A dhe pika B e segmentit që rim, që është një linjë midis që linja bashkon po dhe ndan. Mos e harrojmë këtë, se në algebër dhe në trigonometri, sidomos trigonometrinë e kam pas pasion. Është një mrekulli, një algebra gjeometrike në hapësirë, gjeometria e hapësirës, me sa mbaj mend, kemi pasur një profesor fantastik, Bashkim Elbasanin, kur duhet bashkohen gjërat, ndodh mrekullia. Dhe Moza Ahmeti nuk është Moza Ahmeti. Moza Ahmeti është një bashkim gjërash. Babai ishte nga Veriu, me një dialekt shumë të fortë në të folur, mamaja korçare, gjyshja tepër e kultivuar, pra u bashkon një seri gjërash, që del një gjë, që del një gjë. Se nuk dua që të më mbasi, sepse kemi edhe një tjetër mesazh. Do thoja edhe këtë, që për të bërë një album, për shembull, për ne të dyja duhen suporte. Nuk e di ku të trokas, se ne të dyja jemi si ekstreme në artë dhe normalisht njëra është më rebele. Për shembull, nuk e di ku vajta në një bankë, më duket, Raiffeisen e kështu me këtë Gent Lakon. Dhe Genti i shkreti mori një raki. Dhe më tha ajo, shiko, tha, ne kujdesemi shumë për profilin, tha, i piu raki. Tani, qa mund të bëja unë më basë saj? Kështu që artisti do pranuar ashtu siç është dhe ndihmuar ashtu siç është, sepse kjo është e bukura. Dhe arti bëhet për të transferuar në një zonë dhe për të ndërtuar një zonë. Sa bukur e ka shprehur, po ta ndjekësh një prej mikeshave tuaja, e cila të pret pas emisionit për të konsumuar atë kafen në të gjithë dimensionet që ti e përshkrove, është poetja Rita Petro. Të dyja në fakt grame me fjalë të forta, por që edhe me një butësi që ndoshta rrallë arini që ta shprehni. Je interesuar se çfarë ka thënë Rita për ty? Si e përshkruar Mimozën Rita Petro? E ndjekim. Mimoza Ahmeti është 24 karat artiste në gjithçka që bën dhe në gjithçka që ka në imazhin e saj. Në sytë e mëdhenj e të thellë, në flokët e shtruar, në gjatësinë e saj, elegancën e saj, në ato që shkruan, që gjithmonë na le pa frym, në ato që thot, që na befason për herë, në zërin e saj, që duket si i qetë, por është melodioz dhe tepër i mpret, në melodit që këndon. Moza është e gjitha një artiste e lindur. Si lexuese, e kam adhuruar Mozën me librat e saj, Boj i bukur dhe Delirium, me të cilin solli dhe një gjendje deliri në poezinë shqipe, si në fjalor, ashtu dhe në ndjeshmëri. Si botuese, kemi bashkëpunuar me librat Dormanci, si dhe me librin Tregimet e civilizimit, i cili të le në një gjendje pezull, një lloj si që thot dhe ajo, si kur ti jesh ullur në ajër, po mediton, por je pakarik. Moza është e paimitueshme. Nuk ka të dy si Mimoza Ahmeti. Ajo, kur do shumë, sakrifikon shumë. Moza nuk ka asnjë prapasken, ndaj në misi është shumë e pastë. Me Mozën, kënaqem shumë dhe me zi i pres takimet, ku na shijojnë të dyjave, krudo, vera e barë, ndonjëherë dhe një tymosje, dhe që bëjmë të gjitha llojet e bisedave, që nga ato politiket, filozofiket, artistiket dhe bisedat më të thjeshta. Moza, të dua shumë dhe me si pres takimin e radhës ta kemi së bashku. Faleminderit shumë, u emocionova, se nuk prisja gjithë të bujari, se unë jam mësuar me këto pickimet, po ja që pas ka dhe dashuri, miqe dhe njerëzish që kanë forcë dhe dignitet për të qenë vetja
Dhe Rita është një nga këto gra, e cila ka dhe një artikulim shumë të qartë. Për shumë, unë kam shumë qef atë ambiguitetin, por Rita godet në shenjë dhe e ka shumë të qartë dhe e ka forcë këtë për të ndryshuar dhe ka ndryshuar shumë në kuptim mbi gjërat, mbi moralin, mbi femrën. Tabut. Pra, është përveç se artiste është e fuqishme, është dhe një feministe shumë e fuqishme, që nuk e dia është koshjente se sa feminizm ka në kuptimin më të mirë të fjalës në veprën e saj. Këtu kam 2 libra të Shtëpisë Botuese Albas, që ajo drejton, është Dormanci, libri i fundit, dhe Tregimet e civilizimit. Tregimet e civilizimit i kam shkruar në kushte hakerimi dhe hakeri është, si më thënë, personazh në shumë nga këto tregime. Dhe mund të them që vazhdoj të hakerohem, por e konsideroj që tjetri ka të drejtë që të ketë kuriozitet për mua. Dhe jam shumë e dashur me të. Për shembull, më ndryshon emrat në këtë, shikojnë televizor që unë aksesoj me një adres emaili tjetër ato që shoh, që si kam bërë vetë gjërat, pra ai është prezent kudo në dhomën time. Bile në ditë më duket sikur e kam dhe këtu afër që është duke më përqafuar. Dhe çfarë mendon ndoshta? Pra është pjesë e jetesës dhe ka ndërtuar shumë nëpërmjet pengesave. Ka ndërtuar shumë, por jemi pra siç e tham dhe në bisedën private. Falenderoj dhe një herë Zhakun, falenderoj sidomos edhe Ritën për gjithë këtë ekspoze dhe gjithë të dashuri që më dhurojnë publikisht, që më veden qik në siklet. Ja u shpërbleshim në raste të tilla, se kjo puna u bësi doni më për Beluli, por jam shumë e kënaqur me mënyrën se si ajo i kompozoi dhe i botoi këto libra, Shtëpia Botuese. Bashkë me skica që duke shumë interesante. Po, kam vizatime në të 2 këto libra, nuk i solla këtu, se pastaj do ekspozoja gjithçka dhe do iqja kureshtjen. Por mund të them që libri Tregimet e civilizimit është një prozë jashtëzakonisht moderne dhe e kuptueshme, asimilueshme lehtë, dhe përmbledh gjithë stimuj dhe subjekte të cilat mund të përthithen lehtë dhe nga lexuesi, mund të përthithen. Është një libër me subjekte dhe transnacionale në një farë mënyre, sepse kam udhëtuar shumë, jam shkolluar jashtë dhe ky për shembull është Arthur Rimbaud, sipas meje, sipas artit tim. Kjo është një kurtizane e belle epokës, më e bukura, por me një shpirt shumë fëminor dhe kjo, mos harrojmë që kurtizanet emancipuan. Ky është pallati i Vienës i një francezi që shpëtoi Vienën nga pushtimi turk dhe që në Francë konsiderohej si i çmendur. Aty ku mbaron poezia, aty lind edhe piktura? Jo, këto janë miksime jo ilustrative. Këto janë miksime. Për shembull, këtu kam Goldschmiden e Vienës, kurse aty pak më para kisha Savoie, quhet mbi emritis, më kujtohet e emri, princi që shpëtoi Vienën nga rrethimi turk. Qartë. Do bëjmë një shkëputje, më thonë, për reklamat e radhës, dhe ne i hedhim një sy sërish edhe librit tjetër, të ri. Dhe, do ta bëjmë shkëputjen tani apo më pas? Një shkëputje të shkurtër për të rikthyer dhe ndoshta për të shkuar, sepse më nafton edhe Albana me callokume të shishme për mimozën tonë. Publicitet. Jemi rikthyer tani për të prekur pak nga poezitë e mimozës, e cila preferoi të lexojë diçka për publikun tonë. Do lexoj një poezi për zemrën time. Titulli është Grabitja e madhe. E kam të rrëmbyer zemrën, nuk më kthehet. Nga një primitiv që nuk di ku bën hajër e ku dehet. Në kohën dhe vendin që u deshëm, ndodhi grabitja e madhe. Kanë kaluar vite, ai nuk është më ai njeri, po as unë ajo që isha. Po zemra, a është e ti? Është e njeriut që qe dhe
e asnjërit nga ne, zemra ime rri diku në një hapësirë atje. Ku rri kjo hapësirë? A është aty më mirë? Çfarë jete po bën zemra në atë heremitazh? Heremitazh është ku mblidhen piktura që si shef njëri. Cili ëngjëll e zgjodhi ta mbaj kyçur nëpër aura. Cili nyazh? Sa e bukur. Nyazh në Shqip mund të jetë edhe për nyjet, cila nyje që e lidhi. Lidhi edhe mbajtja aty të fshehur në në frëngjisht hermitazh. është reja. Në atë re është zemra Në atë dhe re. e asnjërit nga ne. Zemra nuk është e jona. Është e njeriut që qe. Që. Po flas për poezinë. Po. Dhe Atë e brenda se asnjërit jam nga me ne, thonë. se dhe ai është ndryshe tani dhe unë jam ndryshe. Shumë e bukur, një reflektim. Zemrën tonë do na rëmbej tani Albana me receta dhe gatimet që ka përgatitur, kështu që të ftoj të vem të ham ai llokume si përmbyllje, si thua, ta Nuk e mbyllim. di për llokume, po do ham diçka. Do ham diçka aty. Faleminderit Çikuza. Shumë faleminderit. Shkojmë së bashku ja me mua. Bashkë me Mimoza Ahmetin, me një bisedë ndryshe sot. Sa të Të bukura. pëlqen estetika, ndaj u kujdesëm shumë që edhe Shumë recetat estetike që nga në ushqime, të kujdeseshim për ty. Moza, le të jetë si të jetë, puna me këngë ikën më shpejt. Je dakord? Po, të janë vargjet mijat. Libri pa i Moza Ahmetit dhe unë kam qenë diku te 18 vjeç që dashurohesha me këto vargje, sepse më duket sikur i përjetoja ato vargje. E si thotë Mimoza, dashuria thot nuk është thjesht një emër, është një hapësirë ku njerëzit u mbasin vetveten për ta rigjetur vërtet atë. Nuk ka për kufizime, për dashurinë, vetëm për dashurinë s'ka për kufizim. E drejt. Është në forma të ndryshme dashuria, prandaj nuk ka. Ti humbet një maçok dhe qan me oj, atëherë çfarë është dashuria? Është shumë e çuditshme. Ne qajmë për maçokun dhe nuk qajmë për vetvete. E po ja, hajde gjeje. Tani ajo çka ne mund të gjejmë për vërtet është se në cilat shije jemi sot me Mozën. Wow. Tham që kur na vinë miq në shtëpi do t'i qerasim me llokume, por që i kemi përgatitur vetë këtu. Po mirë, tani që ne do seshte. ham na shohin. Po si s'na shohin, më plot na shohin, ne nuk duhet të kemi fare kompleksa, e tham këtë gjë. Do të jemi vetvetja. Po, na vjen. Po jo, më asgjë, çfarë do bëj ja. Po si, me ëmbëlsirë fillon ti? Me ëmbëlsirë. Me ëmbëlsirë. E fillojmë dhe e mbarojmë me ëmbëlsirën. Fillojmë. Ne kemi ngrënë mëngjes. Po, ose filloj dot me një ëmbëlsirë. Do të hajnë diçka. Lumë shënduar. Po kjo është fërgesë me djathtë, ç'është kjo? Po. Ajo është bujurdi quhet. Është bujurdia. Speca Bujurdi. E çka ka brenda kjo bujurdia? Është kjo këtu? Po. Kjo është tigan, versioni tigan dhe Po mund të kemi në pjatë vogël ku të hedh diçka për ta ngrënë se nga gjithë ajo s'ka. Është gjithë ajo t'ja mund ta testosh, degustosh si të duash. Ne vetëm do të përshëndesim shikuesit dhe do t'i falenderojmë që na kanë ndjekur në këtë hapësirë si me gatimet ashtu dhe me Mimozën. Kështu që është bukur. Edhe ne po ja heqim këtë kompleks që Moza tha që do hanë çik privatisht. Ju falenderoj, ja testoje pak që t'i themi edhe publikut se si ka gatuar Albana. Unë nisa me të ëmblën se mezi po prisja me erdhi ajo aroma e vaniljes, si ke qarë. Duhet të ftohem pak se janë të ngrohta. Ja mirë se gjeta. Të bëftë mirë. Ja, janë vise mirë, gatuan, apo të merr shumë kohë puna edhe... Jo, edhe bëj pazare, edhe gatuar. Cila është receta që t'je qanë, që është receta e Mozës edhe miqtë tu kënaqen, familjarët? Te tradita jetë modernja, duke qenë se ke udhëtuar, ke eksploruar shumë. Unë nuk kam një recetë, po për shembull ka shkuar mendja për pastërma me lakër. Super, na çoj në dimër tani. Mirupafshim. Ka Mozën vallë ku ta gjej, ajo vjen vese një herë apo ka prap? Unë të presim kuzhinë. Me vargje të Mimozës. Ju përshëndesim, jemi nesër. Faleminderit.